Të ndëzër, në islam ka vitra, ka zekat, ka dhurat, apo ka hedije. Ama i do minimu një vëllau musliman, për shambull, sadak të pinimaj. Atë vëllau që e dënë, mos jep sadak. Vëllau që e dënë jep i dhurat, nderaje. S'po do që s'ki, po do që po du me konë me ty. Që kjo është elegancë të në vëzërë. Ama ke qëllu s'ki, elham na në kam që po t'nimaj. Jo piktujt me i dhonë, shokut, mikut, afërmit. Ati jep i dhurat, hedije. Për shtatë në vëzërë, Allahu Azza wa Jall krejt portat përmes të cilave mund të ndihmohet dikush, ja kam shel pejgamberi sa. Ja kam shel. Cilën ja kalon shel? Me hedije në thëmë. Pejgamberi s'ban me marë zakat, s'ban sadak, s'ban me marë asnjë sadake. Shpagimin e njerëzve s'ban me marë. Njerëzit për shembull s'ka gjinu Abu Bekri një 2 javë kon smut, s'un gjinon. Ja Rasulullah, a pi merë ti që tu shpagim? Jo, së një merë Allah për. Kajti kam shirë Allah Azza wa Jall. Qëka ka lënë qirë, me marë pejgamberi sa? Hedijen. Nga se hedija është nderim. Allah nuk ka liu më nënçmu pejgamberi në nivel të sadakës. Ama nivel të hedijes, po. E hedija tani, së më rëndësi sasia. Më rëndësi është dëmonë qintërsia. Se ka ardhë të këpejgamberi sa më dikush, i kalon dëhurme. E pejgamberi ka thonë, çka urme çka është? Ka thonë, temru sadaka. Ka thonë është hurme e sadakës, ka thonë na sadakës hajmë. Do mos i shkon sadak, se kësha refuzu e dine në 2 hurme. Andaj për të më thonë të lëzër, duhet mi ngjall këto çështje që realisht Allahu t'ja japë më të mirën. Për islamin e bojna më të mirën. Aktivitetin kryesor, angazhimin më të madh, kohën më të mirë, ja japëm asaj që Allahu e dënë. Pastaj çka jetë kohë për tjerat, edhe në pasuri, edhe në kohë, edhe në shëndet, edhe në aftësi, edhe në gjitha që kemi. Mirë po, të më thonë, kamet që aty s'pehan kërkush, nështë të hajnë këshia, pa ani mirë, mësë më gjujtë, s'po thamë, ljarga asaj, mësë se në nëqmo kër qka. Mirë po, mësoni me konë elegant në dhënje, në komunikim, e në veç ati me Allahun Azza wa Jalla.